Përshëndetje. Vindi nevoja për t'ja bërë këtë video për arsye sepse shpeshherë më thonë duj dyshek për karrocë. Karrocat në vetvete janë të organizuara në 3 pjesë ose në 3 formate. Një nga formatet është këtu, që është kosh Soggiolino. Formati i parë fare është ai Porto Bebeja, që është 0 deri në 6 muaj, e shtrira, dhe pjesa Passeggino që është ulur. Vetëm për të sqaruar pjesën se cili dyshek i takon cilës pjesë, nëna merr një kohë shumë të madhe. Prandaj dhe unë po e bëj këtë videon në mënyrë që dhe ju të jeni të qartë, po dhe për t'ju treguar gjithë larmishmërinë që ne kemi në dyqan. Si fillim do ju tregoj cilat dyshek shërbejnë për Soggiolino, për atë koshin, për këtë këtu që mbahet për të nxjerrë fëmijën nga materniteti. Si fillim është ky dyshek, i cili kushton në vlerën 10.000 lekë të vjetra. Është i qepur këtu, në Shqipëri, pra është punim artizanal shqiptar, ose handmade, si preferojmë ne ta themi. Dhe bën edhe mbajtjen e kokës, edhe mbështetjen dhe suportin e pjesës së mesit të trupit. Një ky. I dyti është ky model i dyshekut, i cili shpeshherë e marrin edhe për pjesën Passeggino. Pra e keni në një farë forme me fitim se e përdorni dhe më vonë. Dhe ka këtë format, kështu, ka vendet e ripave të sigurimit këtu. Është në vlerën 8.000 lekë në ofertë, dikur ka qenë 12.000 lekë, tani është 8.900, më falni, 9.000 lekë të vjetra. Formati tjetër është Easy Travel i Lorellit. Pra ky ka një firmë specifike. Është pak më shtrenjtë se tjerët, e pëlqejnë zakonisht, ka dhe këtë zinxhirin që pjesën e mbushjes së mesit mund t'ja heqim. Ka këtë formatin i cili mbush zakonisht atë gropën që kanë Soggiolinot këtu, edhe prandaj nënat e pëlqejnë dhe e blejnë më shumë. Dhe ka dhe këtë si tip veshësh të lëvizshëm që i vendosen qafës së bebit. Ka dhe vendet e ripave të sigurimit. 20.000 lekë të vjetra. Kemi këtë versionin po nga Lorelli, vjen pak më i imtë, është në rastet që Soggiolinot e kanë vetë një farë mbushje, po prapë nëna mendon që duhet të ketë dhe një supporter ekstra, ose për të parandaluar atë rrokullisjen që i bëhet kokës së bebit gjatë udhëtimit. Është pak më vogël, pak më organizuar, kushton në vlerën 17.000 lekë. Ky është modeli që unë e preferoj më shumë personalisht. Pse do thoni? Ky është një formë cluffy dhe për nënat e dinë se sa e rëndësishme është që shtresa e Soggiolinës të jetë e heqshme për t'u larë. Dhe për më tepër, cluffy është në trajt pambuku. Ky version është 22.000 lekë, ka një mbushje të madhe të lëvizshme me anë të ngjitësit, i futet Soggiolinës në trajt cluffy. Tani do a demonstroj komplet këtë. Vjet kështu. Kjo pjesa e sfinxherit të bukpeshkut që ju tregova mund të shkëputet fare në rast se shikoni që fëmia rritet dhe fiton hapësirë këtu te pjesa e mesit. Tu dalin ripat e sigurimit, tu vendoset pjesa e kokës. 22.000 lekë ky version. Tani do ju tregoj për këtë koshin, ne kemi 2 versione. Një është ky, që si shkon është i drejtë, nuk ka vrima për ripat e sigurimit, dhe i dyti është ky, i cili në fakt është 2 në 1, se përdoret edhe për pjesën Passeggino dhe për koshin Porto Bebe. Do t'i hap dhe do t'a demonstroj të dyja. Kjo është në ofertë 15.000 lekë, ka qenë 20.000 lekë dikur dhe kjo është 25.000 lekë. Ky vendoset kështu, edhe i ripothitur koshit, edhe për beba që bëjnë gjumin gjatë ditës, pra që flën aty me orë, ne sugjerojmë zakonisht për ta marrë një dyshek ekstra, sidomos në karrocat 2 në 1 që nuk kanë një dyshek të mirëfillt. Ndodh që edhe polakeve, edhe kësaj Lorellit gjithave, nënat që kanë shumë merak e blejnë. Kush nuk ta blejnë një gjë 15.000 lekë për gjumin e rehatshëm të bebit vet. Dhe tani do t'ju tregoj këtë e cila është 2 në 1. Do bëj demonstrimin këtu dhe më pas do ja vendos në një pjesë Passeggino. Kjo është 25.000 lekë. Ka disa ngjyra për këtë. Vjen pak më e hollë se sa ajo tjetra, por është në materialin memory dhe i jep një butësi shumë të mirë koshit të karrocës. Shikoni sa e butë dhe sa e rehatshme është, pjesa e sipërme është pambuk që mos ta dirësi fëmijën. Tani do ju tregoj po të njëjtin dyshek, siç u tregova te koshin më përpara, por të vendosur në pjesë Passeggino. Kjo vendoset kështu dhe ka vendet specifike të ripave të sigurimit në mënyrë që kur koshi nuk ka dyshek, siç është këtu që s'ka fare, ka një shtresë jo shumë të butë, ose kur ka në një që është shumë e hollë, i shton dhe një të tillë për të rritur butësinë, po për ta bërë edhe më të lashme pjesën e brendshme të karrocës. Këtë heq në lan, kjo është e vështirë për të larë.
Dhe i fundit që do ju tregoj është ky dyshek ose kjo shtresë e cila përdoret më shumë për karrocat verore. Është pambuk, të ndihmon që kur karroca jote ka një dyshek dhe i jep vakt fëmijës ose e djersin, mund të vendosësh këtë. Kjo është një shtresë e bardhë e pambuk në një anë, peshqir në anën tjetër dhe ka brenda edhe një shtresë të hollë të sinqerit. Pra, njëkohësisht bën edhe mbrojtjen nga nxehtësia, por të jep edhe mundësinë e butësisë. Ka dhe këtu si veshë ansor që në rast se fëmia i lëviz koka, mundet që ta mbroj pak nga pjesa e goditjes. Nëse të vezdisin, mund t'i kthesh dhe je okay. Kjo është 15.000 lekë. Këto janë llojet kryesore, shpresoj mos ta kem harruar në një model. Tani do t'i shpërndajmë përveç të videos tonë shpjeguese, gjithashtu edhe foto me secilin nga produktet bashkë me çmimin. Ju falenderoj, edhe mirë dëgjofshim.